Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë është njohur me paketën e ndryshimeve ligjore të reformës në drejtësi dhe shprehet e gatshme të bashkëpunojë me Kuvendin dhe institucionet e tjera për përmirësimin e kuadrit ligjor. Megjithatë, shoqata thekson se çdo ndryshim duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos cënojë parimet themelore të shtetit, si ndarja dhe balancimi i pushtetit dhe pavarësia e gjyqësorit. Në projektligjin e prezantuar nga Kuvendi, shoqata identifikon si problematik nenin 12 që synon të shtojë një dispozitë sipas së cilës kryetarët aktual të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, si dhe të jurisdiksionit përgjithshëm dhe atij administrativ, të konfirmojnë në detyrë deri në 31 dhjetor 2028. Kjo sipas shoqatës do të shmangarë në hap për postet drejtuese, duke cënuar parimet kushtetuese dhe kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Shoqata thekson se emërimet e kryetarëve të gjykatës duhet të bëhen vetëm nga KLG-ja, sipas kushtetutës. Ajo kujton se KLG-ja tashmë ka miratuar aktin normativ për procedurën e zgjedhjes së kryetarëve të gjykatës së shkallës së parë dhe të apelit, i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar 2026 dhe pritet të hap garën në këto poste. Për më tepër, gjatë 6 viteve të fundit, gjykatat janë drejtuar nga zëvendëskryetarët dhe kanë ushtruar funksionet e kryetarëve në detyrë, duke e bërë të panevojshme caktimin nga Kuvendi. Shoqata paralajmëron se një ndryshim i tillë jo vetëm që synon parimet kushtetuese të ndarjes së pushteteve, por rrezikon dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe sukseset e arritura deri më tani nga reforma në drejtësi.